Opa. Alo. Alo. Përshëndetje, zonja Eli Ademi nga Gjermania. Përshëndetje, zotri Adem, qështë kemi, mirje? Përshëndes tyta, përshëndes kolegen, si për begatoni këtë program me busqeshët e juve, me zapën atër jek në me o thirë. Shumë mirë. Shumë mirë për du. Falenderit shumë. Më thuaj se për këtë pyetjes lutem. Pse kolega jote s'po kesh, kur përdho komplimente? Agnesa. Agnesa është buzqeshun gjithmonë. Ta më puna mos më shesh. Unë pak më shumë kurse në buzqeshun, sepse Agnesa gjatë gjithë kohës është e buzqeshun. Unë e ndërune i besoj vetëm grus time. S'ka as hoq, as mjek, s'bani besu vetëm grus. Aj që është i martu në grus dhe të mi besu, krejtë së muja ti hjek. Ja ti në gjithë krejtë, ja ti hjek krejtë. Ty, ati ka në gjithë, ati ka hjek krejtë. Fumi ka hjek e ka morë për veti. E ndërune jam i sprovun dy aspektet. Nuk du me bo polemika, edhe mjekësia ka dështu, edhe këtyne mo që të o gjellartë, se mo më të vërtete, i respektoj, nëse mojnë ligjërata fetare, në rrugë, a mo për me thonë, për me të shëru, leq, adi unë im shoj vit kuqe, se s'ka sen për i tyne, këtu janë manipulime, unë e disë si prej hoxëllarve që ty ku jetojnë, me një vend s'pe përmeni, kanë desh më mytë familjet, të shku hoxët, të i thonë, të ka bo se hire, kunota, vjerra, aj, desh të më mytë tas vlazni. Po? Kjo është një të merë. Dhe pasaj që ka ndodhe? Ndodhe te në njone që i ratë pavolinës bëk, sa nuk shko më kështë do të më ullë, tha se do me na qmen, që do me na qmen, tha një familje. Po? E kanë po edhe te ullën, edhe tha mu mësë mi besu as hoqës e kusët, familja egziston shumë mirë. Shkon për shemull, shkoj ke lafë dhe ke tjetë, ka bo vjera filonit ty më gjia, shkoj ka e tjetë, i qmeni një familje, pindoni, se këta këshin paret modhe, te që jamur paret, ja vangër paret krejt, edhe mas mami la me fullvet me veti. Kënë ty u bo kërsh. Largonë për këtyne sene, ka shpirtëzi sa dush. Unë të që besoj mu e gjellarëve, heq, absolut, zote, mu që besoj. Një dëgjuj, legjeratat jam gojnë, nëse, a mu me thonë për kësi me hajmali, me të shëru, vit kuqe, këtë jam veç propaganda. Mjek të kom pas këtë në Gjermania mi sprovun, profesor, doktor, ka qenë 35 vite, ka pas me bon mushkni transplant, edhe ka deviju dhe me thonë, kom pas, kanë thirë vetë, kom pas ashtu një rast, bashortën e kom pas, kanë thonë, e mu përshëndet, lamtomirën e fundit, se nuk ka jetë më. Nga ona e mjekësis dhe me thonë mjekët i kanë që dur për pjetë, edhe kanë thonë përshëndetu me bashkërë. Po nëse flasim se kush i beson më shumë hoxhës se mjeku, të mendon që ne në Kosova po ju në Mërgat? Këtu i beson, aj që s'ka ledzu beson. Pa mërë për asysh se na jem këta njës vetëm që jena shpërnda. Po ma shumë në mendojt Evropës, unë e pota me blekerën e mire, jam bërë mësyshe, jam smujtë me më përvimin, edhe kësaj dhe përdoren këtë fjallë, heq më stanin, edhe kësaj dhe përdoren, ma shumë se anenaj. Po atje që është klubi që shkojnë e zatetën, atje është takmiqenja tyne që shkojnë e zatetën, se për me besu edhe këtu vallaj se alon letë heq. Po, dështime ka ndjonët, të më lidhë vetëm të zotit të kryusi, edhe tjetër kënë s'ka. Faleminderit shumë. Unë të falenderoj, do shta mora pak minutosh, po